Dhe nëse doni të shihni se si duket një shtet që nuk funksionon, mos shkoni larg, vetëm shikoni shkollat. Jemi vetëm pak ditë larg 1 shtatorit dhe prindrit ende përballen me pasigurinë për libra të fëmijëve të tyre. Ndërsa ekziston rreziku që edhe këtë vit fëmijët të mos i kenë të gjitha tekstet që u duan në ditën e parë të shkollës. Dhe këtë dua të ndalem, sepse ishte krejtësisht ndryshe kur unë vetë kam qenë nxënëse në shkollat e Kosovës. Ne i kishim librat në ditën e parë. Kosova është ndërtuar mbi vlera, është ndërtuar mbi besim, mbi bashkëpunim, mbi përgjegjësi, mbi bindjen se askush nuk mund të ndërtojë shtetin vetëm. Dhe ky është thelbi i demokracisë. Prandaj sot, nuk po ju kërkojmë të hiqni dorë nga mandatet që ju kanë dhënë qytetarët, po ju kërkojmë ta respektoni ata. Kthejuni përgjegjësisë, kthejuni institucioneve, kthejuni punës, sepse Kosova ka nevojë për më shumë besim mes duarve që punojnë për atë dhe Kosova definitivisht nuk ka kohë për pritje. Faleminderit shumë. Sot janë bërë 17 ditë që kur afati për konstituimin e Kuvendit të Kosovës i paraparë me vendimin e gjykatës kushtetuese e rrjedhimisht për 17 ditë me radhë, deputetët e vetëvendosjes dhe varësit e tyre kanë uzurpuar zyret e qeverisë, zyrën e presidentes dhe gjithçka tjetër duke shkel ligje e Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Deputeti i betuar Kurti, ky uzurpues serik i institucioneve shtetërore, vazhdon ta mbajtë bllokuar institucionin më të lartë ligjvendës, Kuvendin e Republikës, duke u pamundsuar deputetëve të kryejnë detyrat dhe obligimet, për çka kanë marrë edhe besimin e qytetarëve. Kosova sot po përballet me një krizë të rëndë institucionale, ku Kuvendi nuk është konstituuar, qeveria nuk është formuar. Në këtë situatë, papërgjegjësia politike bien normal mbi atë që i ka fituar votat e që është Albin Kurti dhe partia e tij, për të formuar institucionet të cilat ai nuk po i formon nga se nuk din dhe nuk don. Nuk don. Pra, mos me ditë dhe mos me dashur është një shembull jo i mirë, por është shembull më i keq që mundet me ndodhë këtij vendi.